duhet shtoj dhe diçka këtu, po është konstatim personal dhe politik. Pra gjithë ata që më ndjekin dhe ata që kanë ndjek edhe veprimtarinë time parlamentare, duhet të them që kjo reforma në drejtësi nuk u bë për individet që ishin brenda në sistem. Kjo u bë për të godit politikanët. Po. Pra për të vendosur nën kontroll politikën. Po jap dy shembuj shumë. Qëlloi që ishin kundërshtarët e qeverisë, politikanët e goditur. Po ju tregoj dy shembuj shumë thjesht. Pra, një pushtet i cili do ti te i kaloj për masat e veta abuzive dhe ti realizoj qëllimet e veta, e vetmja mënyrë që të arrijë këtë është që të ketë një sistem gjyqësor të dobët. Pse të dobët? Është e vetmja hallk që mundet t'i thot ndal. Prokuroria dhe gjykata mundet t'i thot ndal abuzimin të pushtetit. Dhe ju po e shikoni, është një vendim për mas sigurimi që të çon drejt dyrëve të paraburgimit. Dhe të ndalon atë veprimtaritë palishme që ti e ke nisur. Nëse ti ke një sistem të vakët, të dobët, jo eficient, me mungesa që krijon kaq shumë problema për qytetarët, dhe ti prap fokusohesh atje, fokuson për vëmendjen e opinionit publik. Ndërkohë që këtej tendrat, shifrat, shumat janë marrë mend se ju denonconin çdo ditë, atëherë efikasiteti i punës drejtësisë bëhet aq i ulët, rendimenti i ulët aq shumë saqë vitet kalojnë dhe ne ngelemi prapë me retorikën që fajin e ka drejtësia. Pra, sistemi i drejtësisë është plan i mirëfill, i organizuar, i përcaktuar që të krijojë këtë lloj amollie, për të krijuar një terren. Pra, Kolombia për shkak të atij trafiku që bën, do të ishte vendi më i zhvilluar në botë. Mirë, po mungesa e shtetit, eficiencës së shtetit atje e bën të mundur zhvillimin e asaj veprimtarie. Pra, krimi dhe politika duhet të mos kenë ndikim nga drejtësia. Një ndër 3 pushtete pavara në bazë të kushtetutës. Ky është koncepti im në aspektin politik. Po të hyn detaje teknike, pastaj ju do të dëgjoni edhe çuditëra përveç këtyre 3 parave që thash, që i pranojnë vetë kolegjia. Pra, sensi pyetjeve të mia. Më thoni një çudi që ju çuditë edhe juve vetë si ekspertë dhe profesionistë i fushës, edhe tani politikan. Po ja u them një gjë shumë thjesht. Domethënë, përfaqësuesit e 2 këshillave të lartë gjyqësor janë të dy që nuk i përkasin gjyqësorit, po, nuk i përkasin trupës gjyqësorit. Ja u bën pyetjen shumë thjesht teknikisht, që është diçka domethënë që ata e dinë si janë jurist. A ka ulje të pavarësisë gjyqësorit në mënyrën se si kompozohen këshillat? Është një pyetje që rëndom gjithkusht nuk e kupton. Ju mendoni që është më i pavarur gjyqësori kur ka në përbërjen e vet 9 veta nga gjyqësori që zgjidhen nga shkalla e parë, nga shkalla e dytë, nga 3 nivelet e gjykimit, apo sot që ka 6? Pra, 9 përpara dhe 6 vinin nga institucionet tjera ose nga shoqëria civile, nga avokatia, profesorati e tjerë nga kuvendi. Tani janë 6 me 5. Kuorumi për zhvillimin e mbledhjeve është 6. Dhe vendimmarrja do të fillojë me 6. Sikur njërit nga këta që vinë nga gjyqësori, rëndom ti ndodh një ngjarje e pazakontë, një grip, një gomë makine e cila bie, një incident i pakëndshëm rastësisht banal. Kjo pavarësia e gjyqësorit. Pra kush më mirë se gjyqtarët i din nevojat e gjyqësorit? E dyta, kush më mirë se gjyqtarët e din nivelin e sigurisë nëpër gjykata? Ju e pa çfarë ngjarje kriminale e rënd ndodhi. Sigurisht. Pra janë 2 ngjarje që tërheqin vëmendjen e opinionit publik. Siguria në gjykata dhe siguria në sistemin penitenciar në burgje. Të arrijë një burg sigurisë lart, të futet armë për të ekzekutuar dikë tjetër nga një person i cili është dënuar, kur aty edhe lidhsat e këpucëve kontrollohen dhe s'lihen që ti marrësh me vete. Tash imagjinoni vetë ku ka arrit. Pra janë 2 raste jashtë kufive të imagjinatës. Në gjykatë, brenda në gjykatë, qellohet me armë dhe vritet gjyqtari në krye të detyrës, ndjes past. Nga ana tjetër, në një burg sigurisë lart që te kalon sigurinë e gjykatës të individëve. Kështu që s'kam çfarë të them. Këto janë kushtet, janë fakte, gjendje fakte. Qëndrimi që marrim ne nuk është politik, ky është real.